jam në pozicionin e Hoxh, por më është bërë një pyetje, po nuk di t'i përgjigjem. Hajde ta shohim. Një motër, prindrit duan ta martojnë me një burr që ajo nuk e do. Ajo ka thënë atyre se nuk e do, mirë po ata këmbgulin. Ai gjithashtu ka thënë atyre se dëshiron dikë tjetër, por prindrit nuk e marrin parasysh dëshirën e saj. Tani ajo nuk di çfarë të bëjë, është 27 vjeç dhe nuk ka qenë kurrë e martuar. Të kishte gjykatë sheriati, ishte zgjidh muhabeti. Domethënë, shkoi te goca ke kadiu, edhe e martoi te kadiu me kë don goca. Po si mund ta martosh fëmin me një ish nuk e don? Si mund ta martosh? Kjo është e paimagjinueshme faktikisht. Është situatë shumë e çuditshme, e rëndësishme. Në sheriat, në fenë islame ka një gjë, domethënë, që është kur prindi ose kujdestari del nga kujdestaria. Në momentin që do ta martojë gocën me njëri që nuk e don, pa dhënë asnjë fakt dhe argument, se nuk e di, nuk mund të ketë fakt dhe argument, Zoti më fal, çfarë fakti mund të ketë? Martohesh me filonin. Nuk e du, nuk ndjej gjë për të. Ja po do të martohesh, se e dim ne këtë punë. Pas ka sens, edhe në sheriat, edhe në ligjin islam, çfarë ndodh? Thot i bie kujdestaria prindit, ose vllajit, ose xhaxhait, ose gjyshit, kushdo që mund ta ketë kujdestarinë. Ku kalon kujdestaria? Kalon kujdestaria tek gjykatësi, kadiu. Po nëse nuk ka kadi, tek myftiu. Po nëse nuk ka myfti që merret me këto punë, ketë guxim për të marrë me këto punë, atëherë tek imami i xhamis ku falet goca. E merr ai përgjegjësinë. Po nëse imami s'ka shpatlla me majt këtë muhabet, atëherë gjehet një imam tjetër, nuk ka problem, që e merr përsipër këtë lloj situate. Ose ka imi dhe i zgjidhje tjetër, prap halal, që është gjehet një imam i medhhebit Hanefi, që nuk e kanë kusht kujdestarin. Pra në medhhebin Hanefi, nëse shkon një çun dhe i goc tek imami, me 2 dëshmitarë dhe duan të martohen, ai e bën nikahun dhe nuk pyet fare për prindin, sepse në medhhebin Hanefi nuk është kusht kujdestari. Dhe në raste të tilla veprohet kështu, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Po edhe në medhhebet e tjera, për shembull, po të vitet tek unë do ja bëjsha nikahun pa pyet askënd. Nëse situata është e tillë, nuk merret në kujdestari prindi më, e humb kujdestarinë.